Nuk ka arsye për kompromis për asociacionin e komunave me shumicë serbe, thot ish ambasadori holandez në Kosovë Robert Bosch. Në një intervistë për Kosova Press, ai thotë se është e çuditshme që t'i kërkohet Kosovës të bëjë hapa, ndërkohë që Serbia nuk zbaton marrëveshjet. Nuk ka arsye për kompromis për asociacionin. Së pari, Serbia duhet të dorëzojë diçka konkrete ose të ketë një marrëveshje të detyrueshme ku të përcaktohet qartë nëse bëni këto, ne do të bëjmë atë. Por aktualisht është çështja e tillë që duhet të bëni diçka së pari dhe të shpresoni që pala tjetër mund të bëjë gjithashtu diçka, gjë që është e çuditshme, thot ai. Themelimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë është ndër çështjet më problematike në dialogun me Serbinë. Një marrëveshje është arritur në vitin 2013, ndërkaq 2 vjet më vonë është arritur marrëveshja tjetër për parimet e asociacionit. Marrëveshja nuk është zbatuar asnjëherë. Sipas Kosovës, një asociacion i tillë një etnik do të ndikonte negativisht në funksionalitetin e brendshëm të shtetit. Për asociacionin janë hartuar edhe drafte. Presidenti Vjosa Osmani tha të njëjtën se draft statusi i asociacionit të komunave me shumicë serbe i ardhuar nga Bashkimi Evropian nuk është në përputhje me Kushtetutën e Kosovës dhe si i tillë, sipas saj, nuk e kalon testin e gjykatës kushtetuese. Vërejtjet për asociacionin, Osmani tha se ja ka paraqitur edhe përfaqësuesit të Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi, Peter Sorensen, i cili qëndroi në Kosovë në fillim të kësaj jave. Sorensen, i pyetur se janë nevojitet ndonjë kompromis në dialog, ai tha se këtë e përcaktojmë palët. Emisari BE-s tha se objektiv kryesor i tij është që të ecë përpara procesi dialogut, por paraprakisht tha se do të zhvillojë biseda me palët dhe të bëjë një vlerësim se ku ndodhet dialogu. Në kuadër të dialogut të lehtësuar nga Bashkimi Evropian, nuk ka pasur takim në nivel të lartë që 18 muaj. Kosova aktualisht është në pritje të formimit të institucioneve të reja, të cilat padyshim do të kenë para vetes edhe çështjen e dialogut me Serbinë. E sipas ambasadorit Bosch, përmirësimi i marrëdhënieve me Serbinë do të jetë sfidë për cilin do që do të drejtojë ekzekutivin. Sfida kryesore për një qeveri të re, cila do qoftë ajo, që ende nuk e dim, sigurisht është përmirësimi i marrëdhënieve me Serbinë. Ky është problemi kryesor, të paktën në sytë e ndërkombëtarëve. Me qeverinë e re në Shtetet e Bashkuara, kjo është edhe më e rëndësishme sepse duket se qeveria e re në SBA do të jetë më miqësore ndaj Serbisë. Qeveria e re në SBA nuk duket e interesuar për demokracinë, por më shumë për liderët autoritar, të cilët mund të bëjnë çfarë të duan dhe të injorojnë vullnetin e popullit, ashtu siç po ndodh në Serbi, në një mënyrë ekstreme, ku siç e dinë të gjithë, po ndodhi protesta dhe sigurisht qeveria nuk i intereson. Atyre ndoshta i intereson, por nuk reagojnë në mënyrë pozitive. Ky është një problem edhe për Kosovën, sepse nëse ata preferojnë regjimin si ai i Vučićit në Serbi, kjo do të jetë negative për Kosovën, thot ai. Por a e priti normalizimi i marrëdhënieve me Serbinë derisa presidenti amerikan Donald Trump është në krye të Shtëpisë së Bardhë? Trump është plotësisht i paparashikueshëm. Një ditë thot diçka dhe ditën tjetër thot diçka krejtësisht ndryshe. Kohët që po vijnë nuk duken pozitive. Nëse do të ketë një marrëveshje me Serbisë dhe Kosovës nën presionin e kësaj administrate, kjo mund të jetë sërish negative për Kosovën, thot ai. Bosch ka folur edhe për masat e Bashkimit Evropian ndaj Kosovës, për të cilat thotë se duhet të heqin menjëherë. Masat evropiane ndaj Kosovës duhet të hiqen menjëherë, sepse ato nuk është dashur të vendosin që në fillim. Nuk ka asnjë arsye për to. Arsyeja e pretenduar është mos zbatimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe, por Serbia nuk ka zbatuar asgjë. Pse duhet që ju të ndëshkoheni për këtë, dhe ata dëshirojnë që ju të bëni hapin e parë, dhe sigurisht Serbia nuk do të jap asgjë në këmbim. Prandaj, Serbia duhet të bëjë disa hapa të para, pastaj ndoshta mund të bëni dhe ju, thot ai. Heqja e masave po e kërkojnë edhe vazhdimsi edhe krerët e institucioneve të Kosovës. Presidenti Vjosa Osmani tha të njëjtën se është koha që të largohen masat e padrejta, derisa kërkoi nga Bashkimi Evropian përgjigje të qartë karshi qasjes destabilizuese të Serbisë në rajon. E lidhur me situatën e sigurisë në rajon, ish ambasadori holandez thotë se trupat e KFOR-it janë njerëz zakonisht të rëndësishme. Në Bosnjë ekziston vetëm EUFOR-i, i cili nuk ka të njëjtin mandat si KFOR-i fatkeqësisht, sepse nëse EUFOR-i do të kishte të njëjtin mandat si KFOR-i, do të mund të bënte më shumë kundër Dodikut. Prandaj Kosova do të jetë shumë me kënaqur me praninë e KFOR-it, thot ish ambasadori holandez. Derisa përmend situatën në Serbi, ku presidenti serb Aleksandar Vučić po përballet me protesta masive,
Bosch thotë se ai mund të përpiqet të krijojë probleme diku tjetër në mënyrë që të shpërqendrojë vëmendjen nga ngjarjet në Beograd. Prandaj vigjilenca është shumë e rëndësishme, por edhe këfori duket se është mjaft vigjilent, thotë ish diplomati francez